Cili është një lojtar që do doj me patjetër në ekip? Do doja të kisha Lamine Yamal. Harry Kane padyshim. Nga këta që luajnë apo që kanë cili do? Po besoj që Lamine Yamal. Holland, Erling Haaland. Një lojtar që do doja patjetër në ekipin tim dhe që do doja shumë që t'ishte në kombëtaren tonë, në Shmuçi, për gjithë performancën që po bën edhe jashtë ku po luan aktualisht, për potencialin dhe inteligjencën që ka në fushë. Lautaro Martinez. Atëherë unë them që do të merrja Robert Lewandowski. Unë jam një fan si madh i Harry Kane dhe patjetër, domethënë e shoh si 900 më të mirë në botë dhe sigurisht nuk do ta lejë as skuadrës time. Padyshim për ato që ka treguar, sepse porta është gjëra kryesore, Manuel Neuer. Do të vendosja Pedrin. Pse Pedri? Pedri sepse Pedri është një gëshëtim i ëmbël i dy magjistarëve të futbollit spanjoll, të kanterës Barcelonës, të Xavi Hernandez dhe të Andresito Iniestës.